Përshëndetje miq, ndërsa jemi në periudhë Krishtlindjeje, unë do të kisha dëshirë të ndaja me ju dy gjëra në lidhje me të. E para, a përfaqëson Krishtlindja lindjen apo fillimet e Zotit ton? Dhe e dyta, pse Krishtlindja? Le të filloj me çështjen apo pyetjen e parë. A përfaqëson Krishtlindja lindjen apo fillimet e Zotit ton Jezus Krisht? Përgjigjja e shpejtë dhe e shkurtër është jo. Bibla është shumë e qartë për këtë çështje. Në Bibël ne shikojmë një Perëndi trini, Ati, Fjala e Perëndisë dhe Fryma e Perëndisë. Që në fillim, në shfaqet që në faqet e para të Biblës, Perëndia ndërsa flet në shumës. Tek Zanafilla 1:26 thuhet: Pastaj Perëndia tha: Le ta bëjmë njeriu sipas shëmbëltyrës sonë dhe në ngjasi me ne, dhe të ushtroj sëndimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët dhe mbi gjithë tokën, mbi rrëshqanorët që zvarriten mbi dhe. Pra këtu thuhet sipas shëmbëltyrës sonë dhe në ngjasi me ne. Kush janë këta ne? Me siguri janë Ati Perëndi, Fjala e tij dhe Fryma e Shenjtë. Tek Ungjilli i tij Gjoni thot: Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë dhe Fjala ishte Perëndi. Ai, Fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Ai, Fjala, ishte në botë dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu. Këtu ne shikojmë që personi i Trinisë, i quajtur Fjala e Perëndisë, ishte që nga fillimi. Ai ishte pranë Perëndisë dhe ai ishte Perëndi. Të gjitha gjërat u krijuan me anë të tij. Bota u krijua me anë të tij. Gjithashtu tek Gjoni, kapitulli 1, vargu 14 thuhet: Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne sot ditëm lavdinë e tij si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, plot hir dhe të vërtetë. Pra, pati një moment në histori kur Fjala e Perëndisë nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë u konceptua si një embrion në barkun e një vajze të quajtur Mari. Dhe erdhi në këtë tokë ashtu siç vjen çdo foshnjë dhe çdo njeri. Kjo ardhje e Perëndisë në trajt njeriu quhet ndryshe edhe mishërimi i Fjalës. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Pikërisht këtë kujtojmë dhe festojmë ne në Krishtlindje, mishërimin e Perëndisë, ardhjen e Perëndisë si një njeri, ai u bë si një nga ne. Fjala e Perëndisë u dërgua në tokë si një njeri me një qëllim dhe një mision shumë special: të shpëtonte njerëzimin nga mëkati dhe nga humbja e përjetshme. Ndërsa Fjala e Perëndisë erdhi në tokë e mishëruar dhe e bërë njeri, tashmë mori emra të tjerë në përputhje me misionin dhe qëllimin e ardhjes këtu në tokë. E njëjta Fjalë e përjetshme, e cila ishte Perëndi dhe e cila kishte krijuar gjithçka, tashmë mori emrin Emanuel, që do thotë Perëndia bashkë me ne. E njëjta Fjalë e përjetshme tashmë u quajt Jezus apo Jeshua, që do thotë shpëtimtar. Ai erdhi të shpëtojë njeriu nga mëkati dhe nga vdekja. E njëjta Fjalë e përjetshme tashmë u quajt Krisht apo Mesia, që do thotë i vajosur apo i dërguar me një mandat dhe i veshur me autoritet. Mandata e tij ishte shpëtimi ynë dhe ai ishte dhënë i gjithë autoriteti dhe vajosja për ta bërë këtë gjë. Tek Mateu kapitulli 1 vargjet 20 deri 23 thuhet: Por ndërsa bluante me vete këtë çështje, ja që u shfaq në ëndër një ëngjëll i Zotit dhe i tha: Jozef, bir i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marin si gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është vepër e Frymës së Shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. E gjitha kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit e thënë me anë të profetit që thotë: Ja, virgjëresha do të mbetet shtazën dhe do të lindë një djalë, të cilit do t'i vënë emrin Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne. Pra, ndërsa ne festojmë Krishtlindjen, ne festojmë ardhjen e Perëndisë në mesin tonë, si një nga ne, por me qëllimin që në fund të vdiste në kryq për mëkatet tona. Krishtlindja nuk është momenti i lindjes së fjalës së Perëndisë. Fjala e Perëndisë ka ekzistuar nga përjetësia në përjetësi. Krishtlindja nuk është momenti i lindjes së Zotit ton, sepse Zoti ynë ishte që nga fillimi dhe nëpërmjet tij u krijua gjithçka. Ky është momenti kur fjala e Perëndisë u bë mish si një nga ne, dhe pikërisht këtë festojmë, Perëndin e bërë njeri, i cili edhe do të vdiste në kryq për mëkatet tona.
Këtu fillon dhe me rrugë edhe përgjigja e pyetjes së dytë, e cila ishte: pse Krishtlindja? Ose e thënë ndryshe, pse i duhej Perëndis të bëhej njeri? Bibla flet për dy Adam. Adami i parë, toksori, i krijuar nga pluri i tokës, dhe Adami i dytë që erdhi nga qielli, ose ndryshe thënë qellori. Tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, vargjet 45 dhe 47, thuhet: kështu edhe është shkruar, njeriu i parë, Adami, u bë shpirt i gjallë, por Adami i fundit është frymë që jep jetë. Njeriu i parë prej dheu është toksori, njeriu i dytë është Zoti nga qielli. Adami i dytë, Krishti, erdhi të ndrejshte atë që Adami i parë bëri gabim. Ndërsa Adami i parë mëkatoi dhe e shiti njeriu si skllav të mëkatit dhe të Satanit, dhe në këtë mënyrë vdekja hyri në botë, Adami i dytë, Krishti, erdhi në tokë, që ndërsa do vdiste në kryq për mëkatet e njerëzimit, ta shpëtonte atë nga skllavëria e mëkatit dhe e vdekjes. Adami i dytë, Krishti, erdhi të na shpëtojë nga mëkatet tona, të anullonte fuqinë e vdekjes dhe të na jepte jetën e përjetshme. Po pse i duhej Perëndis të bëhej njeri? A nuk mundte ai të ligun dhe të shpëtonte jetën tona, pa që nevoja që të vinte si një njeri mbi tokë dhe në fund të vdiste edhe në kryq? Perëndia ynë është i fuqishëm dhe ai mund të gjente edhe mënyra të tjera ta mundte djallin, pa që nevoja që ai të vinte si një njeri mbi tokë. Por thelbi nuk ishte mundja e djallit, por ishte shpëtimi i njeriu nga skllavëria e mëkatit dhe e vdekjes. Nëse Perëndia do ta mundte djallin në një mënyrë tjetër, bashkë me djallin, ai do të kishte shkatëruar çdo gjë që ishte në autoritetin e Satanit, pra edhe vetë njeriu. Dikush mund thotë, po mirë, Perëndia është i mirë, i mëshirshëm dhe plot dashuri, se nuk e shkatëronte djallin dhe ta çlironte njeriu nga skllavëria e tij. Por pa që nevoja që të vinte si një njeri mbi tokë. Le të mos harrojmë që Perëndia është i përsosur në dashuri, por është i përsosur edhe në drejtësi. Drejtësia e përsosur nuk do ta lejonte shpëtimin e njeriu nga paga e mëkatit nëpërmjet një mënyre të padrejtë. Drejtësia e përsosur kërkon që çdo shkelje dhe çdo shkelës të marrë dënimin që meriton. Tek Romakët, kapitulli 3, vargjet 10 deri në 12 thuhet: siç është shkruar, nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një. Nuk ka asnjë njeri që të kuptojë, nuk ka asnjë njeri që të kërkojë Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga udha e tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm. Nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një. Ndërsa tek Romakët, kapitulli 6, vargu 23 thuhet: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Pra çdo njeri lind në mëkat dhe e ushtron mëkatin. Nuk ka asnjë të drejtë dhe të pa mëkat. Të gjithë ishim të destinuar për dënim dhe Perëndia nuk mund t'i shpëtonte njerëzit me mënyra të padrejta. I duhej vetë njeriu të paguante pagën e mëkatit dhe të çlirohej dhe të shpëtohej. Por cili njeri do ta bënte këtë? Të gjithë ishin të destinuar dhe të dënuar për mëkatin e tyre. Ju desh vetë Perëndis që të bëhej njeri, të vinte në këtë tokë si një njeri, por jo në mënyrën e zakonshme nga bashkimi i burrit me gruan, sepse në këtë mënyrë do të trashëgonte edhe mëkatin. Krishti erdhi si një njeri, por mbarësia e tij ishte hyjnore. Dhe në këtë mënyrë nuk e trashëgoi mëkatin. Ai gjithashtu bëri një jetë të pa mëkat, duke u bërë kështu i vetmi njeri që përmbushi drejtsinë e përsosur të Perëndis. Dhe në këtë mënyrë fitoi të drejtën e përfaqësimit të njerëzimit përpara qiellit dhe përpara tokës. Ndërsa ai erdhi në tokë me qëllimin e vetëm që të shkonte drejt kryqit, ai pagoi pagën e mëkatit dhe në këtë mënyrë drejtësia e përsosur e Perëndis u zbatua, por edhe dashuria e tij e përsosur u vu në veprim dhe shpëtoi jetën tona. Jezus Krishti, Emanueli, erdhi të na pajtojë me Perëndin dhe të na tregojë se si është Perëndia. Krishti erdhi për të shkatëruar veprën e djallit dhe për t'i bërë gjërat në ne të reja. Prandaj ne e festojmë Krishtlindjen, ditën kur Perëndia u bë njeri për të shpërtuar njeriu nga vdekja dhe nga humbja e përjetshme. Ai erdhi si një foshnjë, e butë dhe e brisht. Shkoi drejt kryqit si një qënjë që e çojnë drejt thertores. Por ndërsa vdiq dhe u ringjall, ai u bë shpëtimtari dhe heroi ynë.